Çfarë dim për Venezuelën? Venezuela u bështet përmes një procesi kolonizimi spanjoll dhe një lufte për pavarësi. Para ardhjes së evropianëve, territori i Venezuelës banoi nga fise indigjene, Karib, Arawak dhe të tjerë. Në vitin 1498, Christopher Colombo arriti në brigjet e Venezuelës. Spanja e kolonizoi zonën dhe e përfshiu në perandorinë spanjolle për më shumë se 200 vjet. Me 19 prill të vitit 1810, elitat lokale në Caracas rrëzuan autoritetin spanjoll. Me 5 korrik 1811, Venezuela shpalli pavarësinë nga Spanja, ishte një nga vendet e para në Amerikën Latine. Spanja u përpoq të rimerrte kontrollin, duke shkaktuar lufte gjatë dhe të përgjakshme. Figura kryesore ishte Simón Bolívar, i njohur si El Libertador. Pas disa fitoreve vendimtare, sidomos betejë e Karabobos në vitin 1821, Spanja humbi kontrollin. Venezuela u bashkua përkohësisht me Gran Kolumbin, bashkim ky me Kolumbin, Ekuadorin dhe Panaman. Në vitin 1830, Venezuela u shkëput dhe u bështet i pavarur dhe sovran. Venezuela u bështet si rezultat i luftës për pavarësi nga Spanja dhe u konsolidua si shtet në vitin 1830. Venezuela është një nga shtetet më të pasura në botë me burime nëntoksore, sidomos energjetike dhe minerale. Ka rezervat më të mëdha të naftës në botë. Venezuela ndodhet në Amerikën Jugore dhe kufizohet me Kolumbinë në perëndim, Brazilin në jug dhe Guajanën në lindje, kurse në veri ka dalje në detin e Karaibeve. Ka 28 milion banor dhe kryeqytet ka Caracas.